Kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci ka bërë një apel për banorët e Tukaxhinit lidhur me segmentin rrugor Kirlote-Ndërlysaj në vendin e njohur si proni i Qiverit, fshati Kir, njësia administrative Pult, i cili vazhdon të jetë i bllokuar. Beci thekson se siguria e qytetarëve është prioritet pasi janë vërejtur raste kur personat kanë tentuar të kalojnë rrugën në këmbë, duke rrezikuar seriozisht jetën, sidomos të fëmijëve. Ai apelon që nuk duhet të lëvizin në këtë segment deri në përfundimin e punimeve dhe të përdorin rrugët alternative. Kryebashkiaku falenderoi gjithashtu Policinë e Shtetit për masat e marra për ndalimin e qarkullimit dhe sigurimin e zonës. Ja statusi i plotë i Kryebashkiakut Beci. Thirrje për çdo banor të Tukaxhinit. Ashtu siç kemi komunikuar për disa ditësh së bashku, rruga në segmentin Kirlote-Ndërlysaj në vendin proni i Qiverit, fshati Kir, njësia administrative Pult vijon të jetë bllokuar. Siguria e qytetarëve është mbi gjithçka. Janë vërejtur raste kur qytetarët kanë tentuar të kalojnë në këmbë, duke rrezikuar seriozisht jetën, sidomos të fëmijëve. Ju bëjmë apel të mos lëvizni në këtë segment deri në përfundimin e ndërhyrjeve dhe të përdorni rrugët alternative. Falenderojmë Policinë e Shtetit për masat e marra për ndalimin e qarkullimit.